gjakun dhe djersën e diasporës, mbi gjakun dhe djersën e çdo qytetari që sakrifikon dhe do thosha një pjesë e mirë mbi jeton. Nuk jeton, por mbi jeton, sepse sot po të shohim çmimet, po të shohim kostën e jetesës dhe gjithçka tjetër që lidhet me jetën tonë në Tiranë dhe kudo tjetër, jemi pa krahasimisht në raport të drejtë me atë çfarë ne na jepet, çfarë ne na afrohet. Unë jam njëri nga ata pensionistë që e ngrej zërin për pensionistët, por fal punës, eksperiencës, karrierës dhe shumë gjërave të tjera, unë jam nga ata më i privilegjuar në trajtimin financiar. Por përsëri jam i pakënaqur dhe kush mund të jetë ai i kënaqur kur shteti shqiptar në 35 vjet nuk ka arritur, 34 vjet nuk ka arritur dot të përcaktoj se nuk do, se strukturat i ka, instrumentet i ka, përcaktoj minimumin jetik. Dhe kjo është ajo për të cilën ata protestues janë duke na rikthyer demokracinë e vërtet, për të cilën fatkeqësisht ka të paktën që nga 2008 që qëndron në agoni për të varrosur me lopatën e fundit që i hodhën dy liderit që sot vazhdojnë të jenë përsëri në krye të partisë si despot për të kthyer gjithçka në funksion dhe shërbim të tyre dhe të enturazhit që i rrethojnë. 2008 kur u ndryshu kushtetuta brenda natës për kodin zgjedhor, për ligjin për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë dhe për fat të keq sot në këtë pikë jemi shumë larg asaj që rinia kërkonte në vitet 90-91 e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Do janë arsyet më minimalja për të reaguar dhe për të kërkuar ndryshim rrënjësor që ky vend të ekzistojë siç Zoti e ka prunë në këtë glob dhe mos shkojmë pastaj tek shpreha e Konicës që nëse një ditë do të ndodhte të mos shkruajmë atje me atë epitafin e famshëm të tij. Kështu që në këto kushte mendoj që është vendi, momenti dhe unë do doja nga kjo dritare t'i bëja thirrje çdo qytetari shqiptar, çdo politikani të papërlyer në detyrat që ka patur, të heqë dorë nga partitë, t'i bashkohet lëvizjes, t'i bashkohet asaj proteste, se ndryshe nuk do të kemi shpresë. Kjo është një dritare shprese për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë në diasporë, ata vërtet kanë shtetin e tyre dhe e di shumë mirë kryeministri, por e di dhe çdo qytetar, e di dhe ata qytetarë që vinë për protestuar. Por syti kanë nga Adheu Am, nga vendi Am. Ne jemi dy shtete, Republika e Kosovës dhe ata shqiptarët e Maqedonisë Veriut kanë të drejtën e tyre për të bërë pjesë e shtetit e formimit e funksionimit të shtetit të Maqedonisë e Veriut. Por ne jemi një komb dhe detyrimisht që siç të tjerët kanë bërë, nuk ishte çudi se edhe Gjermania nga 45-a e deri në 88-89 ka qenë ndarë. Po atyre nuk u thanë që duhet bashkoheni kur të futeni në Bashkimin Evropian. Pse? Se politika e tyre është krejt tjetër, fuqia e tyre është krejt tjetër, roli dhe rëndësia e tyre është krejt tjetër. Ata kanë mundësinë, e shfrytëzojnë, por kur vjen çështja për qëndrime kombëtare, ata janë një, nuk ka opozitë e pozitë. Duke ne ka opozitë e pozitë për fat të keq edhe në qëndrimet themelore të ekzistencës së kombit, të ekzistencës së shtetit. Këtu nuk duhet të ketë, dhe unë përsëri e them me të madhe. Të gjithë politikanët e rinj që janë bashkuar në lista, që nuk janë të përlyrë, që nuk kanë me dosje, e nuk i mbajnë lidh kryetarët e tyre, duhet i bashkohen protestës dhe të heqin dorë, mori fund, mendoj unë, klasa politike me të gjithë ato çfarë i ka shkaktuar këtij vendi dhe jo vetëm për 35 vite. I kemi zgjedhur, i kemi votuar ose jo, por ata i kemi dërguar atje për të na përfaqësuar ne. Nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Dhe detyrimisht për sa kohë nuk e kanë bërë, le të vazhdoj me gjithë respektin që kam se ka njerëz në të gjithë dyja partitë kryesore, Partia Socialiste, Partia Demokratike. Ka njerëz të ndershëm, ka njerëz të përkushtuar, ka njerëz si mund të themi të vërtet njerëz të mrekullueshëm, të specializuar, të aftë, të zot, por në qoftë se vazhdojnë të rrinë
në thundrën që unë nuk e kam pa as para 90-s në kohën e Partisë Punës, një censur të tillë, një mungesë zhvillimit të jetës politike dhe të pluralizmit brenda partisë. Aq sa kryeministi, unë nuk e di ku e gjen këtë forcë, del dhe ju thot hapur deputetëve, qeveritarëve, nuk duhet dal asnjëri në media, nuk duhet shkoj asnjëri në protestë, nuk duhet marr asnjëri qendrim. Po atëherë si është e mundur? Ku ndryshon diktatura? Qartë. E vetëm që nuk e bën dot sepse nuk e lën Bashkimi Evropian dhe ndërkombëtarët është që nuk ka rikthyer ligjin e dënimit me vdekje, që ai që flet kundra meje, kundra qeverisë, duhet të varet e të pushkatohet e të shkojnë në burg. Këtë vetëm nuk e ka rikthyer, nuk e ka rikthyer de facto, de jure, se de facto e ka rikthyer sepse shqiptarët që largohen për një jetë më të mirë dhe lënë vendin e tyre, askush nuk e lë me dëshirë. Dhe kjo është momenti që shqiptarët duhet të kuptojnë një gjë. Kontributi i tyre është në këtë moment shumë i vlefshëm, shumë i rëndësishëm për t'i thënë klasës politike që duhet të rikthehet me këmbë në tokë, duhet të rikthehet tek ata qytetarë të cilëve ju ka kërkuar votë, ja u ka marrë votën, të rikthehet e t'u thotë si i kam kryer shërbimet, si i kam përfaqësuar, dhe në këtë moment, nëse nuk i ka përfaqësuar, atëherë minimalja është një kërkesë falje dhe dorëheqjen në mënyrë të parevokueshme nëse ai apo ajo nuk arrin të përfaqësojnë qytetarin i cili duhet jetë i pari dhe i fundit i cili duhet të vendosë. Nëse themi demokraci, është pushtet i popullit. Populli për fat të keq në këto 35 vite ka patur vetëm kërbaqen e atë e ka pranuar pjesa më e madhe me kënaqësi. Tashmë ka ardhur momenti për të reaguar dhe do të jetë shans i humbur nëse, po nuk besoj të do ndodh. Do të jetë shans i humbur i shqiptarëve për të bërë Shqipërinë më demokratike, se nuk po them se nuk jemi në demokraci, por më demokratike dhe për të realizuar atë parullën e famshme të viteve 90, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. E duam, por duhet të kontribuojmë. Nuk mjafton vetëm të themi fjalë, nuk mjafton vetëm të qëndrojmë, të bëjmë sehir ndaj çdo lloj padrejtësie, ndaj çdo lloj shkelje ligji, ndaj çdo lloj, si mund të themi, nepotizmi që sot e kemi në struktura shtetërore, e kemi në një mas të jashtëzakonshme. Mbaron të jetë ekselent, vajza, djali, gjithkush do të qoftë tjetër. Nëse nuk është i futur në strukturët e partisë, nuk i hapet asnjë derë. Ku jemi ne kaq të pasur sa njerëz të tillë, të rinj e të reja, të kualifikuar e super kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, të shkojnë e të punojnë pastruese, të punojnë në punë të ndryshme atë jashtë vendit? Natyrisht që askush nuk jo krijon mundësinë që ata të përparojnë në vendet e tjera kur vendi vet i ka për zën. Dhe kjo nuk duhet ndodh. Është shansi për mua, një në shanset e fundit që duhet marr situata në dorë me qytetarin që po tregojnë protestuesit. Atyre detyrimisht unë doja të thoja realisht ka ardhur momente, aso jemi në momentet e tilla që duhet të shfaqin qartë dhe saktë kush është programi dhe vazhdimësia e protestës një, dhe ka ardhur momenti që të ketë një leadership real. Leadership me grup për të përfaqësuar, për të parë, jo vetëm protestën, por për të parë se si do të zhvillohet situata edhe me ndërkombëtarët dhe trupat diplomatike e akredituar në Tiranë për të krijuar mundësinë për të marrë kontakte me ta dhe për të paraqitur programin dhe kush është e ardhmja dhe çfarë synimi ka kjo protestë. Nuk mjafton vetëm dalja dhe marrja e mikrofonit të qytetarëve me pathos, me pasion, dhe secili flet atë që ka përjetuar, secili jep atë informacion që ka, secili jep vizionin që ka, por mendoj se këto mendime të ndara një nga një ka ardhur momenti që të bashkohen, të marrë një grup dhe të moderoj dhe të shikoj lëvizjen drejt ndërkombëtarëve që janë në Tiranë për t'i takuar e për t'ua bërë të qartë se kush është misioni i kësaj proteste. Me pika dhe detyrimisht kjo duhet përkrahase, pa përkrahen edhe ndërkombëtarëve që janë të akredituar në Tiranë dhe zëri tyre shkon pastaj në për kancelaritë e ndryshme në Evropë, kam bindje që do të jetë relativisht shumë e vështirë. E qartë, mirë, zoti Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër deri atëherë mirëpafshim.